Ndërsa tani është një diferencë pak më e madhe. Jo me gjasi referohen e raundit të dytë të balotatit, të dytë të 2021. Do të thotë në balotatit të 2021, kurse sa i përket numrit të votave, kemi të bëjmë do të thotë me faktin se atë lëvizjeve të ndosje në garë ka qenë nga cilësia e pushtetit, letaj, se tash jemi nga opozita dhe natyrisht se kjo përcakton së gjëra. Po, dhe beson që mendoj që po, i ndihmoi kjo edhe totajt? Po, çdo herë opozita ndihmon. Jep një shtyt për kandidatën sado që i do të që është. Edhe kjo shpreh në gjitha lërësimet dhe që kanë ndodhur në komuna tjera. Po gjithsesi, ajo çka jemi ne optimistë është fakti se unë ndodhem në pozicionin që është ndodhur zoti Tota në vitin 2021. Pra kemi një përsëritje të raundit të parë të zgjedhjeve 2021-2025 dhe se na ka ndryshuar pozicionet. Aja e pataritur të fitoj të kundër kandidatit që ishte në pushtet, televizave të vendose, dhe se unë synoj të bëj të njëjtën gjë për shkak të faktit se thjesht nuk ka demonstruar asnjë gjë që vjen të votohet përsëri edhe për 4 vite tjera dhe unë kam besim të plotë edhe në programin edhe në ekipin edhe që veçanërisht në mbështetjen qytetare, të cilat do të ndrojnë në vitet në vit. Zotri Abrashi, derisa po e komentojmë rezultatin, mendoni se ka pas diçka që nuk shkoi gjatë fushatës tuaj ose diçka që nuk arritët i bindin qytetarët ndoshta për t'ju renditur pak më lart me përqindjen? Po, mendoj që problemi i parë ka qenë ikja e Shashir Totaj nga debatet dhe ballafaqimi. Përkëtësisht komuna Prizrenit është ndër komunat e vetme ku kryetari aktual ka ikur nga ballafaqimi, pikërisht për shkak të faktit se nuk ka besuar as në vete, nuk ka prezantuar as program, realisht s'ka pas as çfarë me prezantuar dhe ka ditur që debati do të shkaktonte atij humbje të thellë. Kjo ikje i ka siguruar i ka jap atë sigurinë e votës, gjë për të cilën është momentale, sepse kështu nuk mund të vazhdoj të bëj në balotazh. Se që qytetarët e Prizrenit nuk do ta votonin duke që ik për të përgjigjur rrethiqeve elementare që kanë të bëjnë me punën dhe pushtetin komunal, raportin me tipet punës të të tjera. A besoni që në balotazh do të keni ndoshta një përballje? Dhe përket tonës time po, kurse sa i përket zoti Totaj duhet ta pyesni atë. Gjithsesi me ose pa përballje, unë kam besim të plotë se do të fitoj. Zotri Totaj, zotri Abrashi, ndje se pyetja kishte të bënte me zotin Totaj. Sa të vështirë e shihni tashmë përballjen në balotazh, konsideruar rezultatet cilat i kemi për momentin nga KQZ-ja, cilat janë pritshmëritë e tuaja për raundin e dytë të zgjedhjeve? Do të jetë e vështirë? Natyrisht, balotazhi nuk është asnjëherë i lehtë. Do të duhet një angazhim shumë i madh. Do duhet një mobilizim shumë i madh që të bëhet. Është koha kur pak shumë gjëra i përcaktojnë edhe marrëveshjet politike, më shumë se sa ndoshta angazhimi. Dhe unë jam shumë i hapur tash gjitha subjektet politike që kanë interesim për të qenë pjesë e qeverisjes në 4 vite të ardhshme. Tashmë vetëm është koha kur të fillojmë të bëjmë takimet me ta, të dëgjojmë kërkesat e tyre, të prezantojmë ofertën tonë. Dhe se unë jam i bindur që thotë ekziston një frymë për bashkëpunim, frymë e cila do të reflektoj pastaj edhe në pushtetin e ardhshëm. Po, dhe keni pasur bisedime të tilla apo ka nisur diçka në këtë drejtim, zotri Abrashi? Sigurisht, kemi filluar komunikimin tashmë as po, komunikimin. Me kë keni komunikuar, zotri Abrashi? Nuk, deri më tani mund të them se me gjithë jemi duke të komunikuar. Disa janë përgjigj, disa sot do të mundohem të takoj. Pa përjashtim, tani apo pa përjashtim gjitha partitë e subjektet që kanë nga dëshmëri për me pranu takimin dhe shprehin në synime për të qenë pjesë e pushtetit të ardhshëm, unë do t'i takoj brenda atë. Po. Pra ftesa është